Shqipëria do të përballet në datën 7 qershor kundër Serbisë. Një ndeshje e madhe, një atmosferë e ndezur për derbin e Ballkanit. Kuqezinjt do të ndeshen kundër serbëve dhe interesi është i madh për të parë se si do të luajë kombëtarja jon ndaj rivalëve të përjetshëm. Të gjithë thonë se duhet diçka ndryshe që kjo Shqipëri të arrijë suksesin. Diçka ndryshe për të mundur Serbinë. Diçka ndryshe për të shkuar në botëror. Cila do të jetë ajo gjë ndryshe? Me siguri që Silvinho ka kohë që e mendon një kurth apo befasi për kundërshtarin e tij larg formacionit të tij të zakonshëm për mënyrën se si jemi mësuar që të shohim kombëtaren ton. Me shumë gjasa Shqipëria do të ketë një tank përpara mbrojtjes. Arlind Ajeti mund të jetë surpriza e madhe e Silvinhos. Surprizë për faktin se nuk do të përdoret si qendërmbrojtës pasi atje do të rikthehet Ardian Ismaili. Dhe me shumë mundësi kjo do të rezultonte një gjetje ideale për një arsye shumë të thjeshtë. Ajeti është futbollisti ideal për të shkatëruar aksionet kundërshtare dhe me fizikun e tij do të shtrinte në tokë në shumë duele futbollistët serb, sepse Ajeti është një bish e pakalueshme. Nga ana tjetër, Arlindi ka një cilësi që shumë pak e kanë vënë re, mbajtjen e topit, dhe për t'i mbyllur gojën të gjithëve që mund të dyshojnë në këtë aftësi të Ajetit na vjen në ndihmë ndeshja Angli-Shqipëri. Në atë ndeshje Ajeti ishte i vetmi që mori rolin e regjizorit nga prapavia duke pasur siguri të madhe në mbajtjen e topit dhe njëkohësisht në daljet e tij nga mbrojtja me top në këmbë për të shmangur edhe lojtarët e Anglisë. Një dëshmi e madhe për të kuptuar se Ajeti si mesfushor shkatërues nuk do të ishte thjesht një eksperiment, por një goditje e madhe që do të befasonte serbët dhe njëkohësisht do t'i jepte fitoren Shqipërisë kundër Serbisë.